Gjallëria e kostumeve arbëreshe në pikturat e Jean-Pierre Huel. Në vitin 1782, piktori francez Jean-Pierre Huel përshkroi me ndjeshmëri të rrallë artistike e veshjet tradicionale të grave arbëreshe të palacit, duke kthyer ato në dëshmi të vyra historike dhe kulturore. I magjepsur nga eleganca, ngjyrat dhe simbolika e tyre, Huel synoi të bënte këto kostume të pavdekshme përmes artit të tij. Ai realizoi një sër punimesh ku paraqitej me detaje veshjet e festave, fustanet gjysmë festive, kostumet e dasmës për gra dhe burra, veshja e gruas martuar apo e vajzës së re, si dhe veshja të përditshme. Thuhet se për të arritur gjallërinë e veçantë të ngjyrave, piktori përzieu bojrat e ujit me qymyr druri, duke krijuar një efekt të thellë të qëndrueshëm që i jep jetë çdo detaj të kostumit. Përmes penelit, Huel trashëgoi edhe trashëgiminë arbëreshe jo vetëm të dokumentuar, por u ngrit në rangun e artit evropian të shekullit të 18.